Përshëndetje miq, me sa duket amerikanët e kanë marrë tashmë vendimin për të bombarduar Iranin. Këtë nuk e them unë. Këtë e thot Lindsey Graham, e thot presidenti Donald Trump. 3 skenarët e vështirë të ndërhyrjes dhe të bombardimit të Iranit nga larg, nga distanca, në kushtet kur vendet e gjirit e kanë ndaluar Shtetet Bashkuara të Amerikës që të përdorin territorin e tyre për të goditur Iranin. Cilët janë 3 skenarët e vështirë që ka vendosur në truez Pentagoni për bombardimin e Iranit? Si do të përgjigjet Irani? Ka kërcënuar se çdo goditje amerikane do ta paguaj faturën Izraeli. Milicit shiite të Al-Hashd al-Shabi në Irak po bëhen gati gjithashtu të shkojnë të ndihmojnë Iranin që të shtyp protestat. Protestuesit vazhdojnë protestat, rritet numri i të vdekurve dhe numri i të plagosurve dhe i të arrestuarve. Çfarë po ndodh në lindjen e mesme? Minutë pas minute të gjitha shpjegimet do t'i gjeni tek linku këtu poshtë në koment, por edhe tek kanali Krishnik Osmani në YouTube.